në tokën amerikane. Zoti Logu, jam dakord. Edi Rama lobon dhe Partia Demokratike ka bërë një kontratë ligjë me lobimi. Por sot Edi Rama po qëndron në pushtet e po qeverisë edhe pse ka zgjedhjet siç kanë ato fenomene që ndodhin. Qëndrim inercie. Pra, ju mendoni që Edi Rama nuk do qëndrojë gjatë në këtë qeverisë sipas teje? Unë e kam thënë dhe mes miq dhe në tavolina, e them dhe publikisht, nuk mendoj që kjo qeveri do mbyll mandatin. Nuk mendoj që kjo qeveri do të mbyll mandatin. Edi Rama ka çështje penale të hapura në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është funksioni kryeministrit dhe ai statusi i posaçëm që gëzon, i cili mund të arrestohet vetëm kushtet e flagrancës, që jep këtë imunitet dhe vazhdon të qëndrojë akoma. Nuk është pas hekur. Edi Rama rrezikon të arrestohet Shtetet Bashkuara? Në vlerësimin tim po, rrezikon, dhe qoftë do ketë vullnet politik e mbi gjitha institucional, nuk është çuditë që ta marrin dhe me apash, me helikopter, dhe ta dërgojnë në SBA. Atëherë, më dhe një optik të qartë që do ketë zhvillime në Shqipëri. Mendoj se po. Zhvillime edhe të vrullshme, madje. Çfarë që zhvillime të vrullshme? Po sepse është dhe ky momenti i integrimit, që do kërkon reforma të thella. Kujtoj këtu Kroacinë, që plotësoi çdo kusht në integrim, dhe kushti i fundit ishte arrestimi i kryeministit në detyrë, Ivo Sanader. Mundet që Edi Rama, qofse do i shpëtojë arrestimit amerikan, mundet të arrestohet nga Bashkimi Evropian. Pra të plotësohet kriterin e fundit, atë kriterin fundor, atë gurin e fundit kilometrik të integrimit, të arrestojnë detyrë dhe Shqipëria të shojë. Pra Edi Rama të arrestohet në detyrë është një super lajm. Mundet të arrestohet duke pas parasysh precedentin e Kroacisë. Duke pas parasysh precedentin e Kroacisë, Kroacia sot është në Bashkimin Evropian.